Nga zemra Alpeve shqiptare, nga kjo pikë e shenjtë e traditës dhe besimit, kisha e Thethi, ju uroj të gjithëve gëzuar Pashkët. Në këtë vend simbol të qëndresës, shpirtit dhe krenarisë, ndjej më shumë se kur se Shqipnia ka rrajnë të forta. Dhe kur një popull ka rrajnë të forta, ka edhe forcën për murin gjallë. Pashkët janë më shumë se një fest, janë një mesazh i qartë. Pas çdo vështirësie vjen drita, pas çdo padrejtësie lind shpresa, pas çdo faji vjen falja. Sot më shumë se kur kena nevojë për këto mira. Le të jetë kjo ringjallje, bashkë me këtë pranverë dhe shpresja për një Shqipni më të drejtë, më të ndershme dhe më të bashkuar. Nga Thethi, ku guri, fjala dhe besa kanë peshë, ju dërgoj një përqafim për paqe, për dashni dhe përsim në të nesër. Gëzuar dhe përshëndet Pashkët në familjet